Në 2002 ke lançuar një album që e ke titulluar Seks apo Fjalë. Në 2002. Ka qenë albumi 4. Të përdori fjalën seks në një album muzikor. Si ishte reagimi që more, brapsh? Jo, në atë kohë nuk ishte problem. Nuk ishte problem? Po ta bëje në 91-shin, 92-shin, po do ishte tjetër. Po flasë për ato. Në albumin e parë kam bërë në 97-ën. 97-ën. Më pas vijuan tjerët. Domethënë deri në kohën që u ktheva nga Amerika, ka qenë albumi i fundit dhe nuk bëra tjetër më pas. Kam bërë goxha materiale, po më tepër kam bërë për tjerë gjatë gjithë asaj kohe, sepse siç të thash që një periudhë kohe që e pash që vajza kishte goxha vlera, domethënë për kanto, edhe pse ishte në lice artistik për violinë dhe ka qenë një violiniste shumë i mirë, nga klasa e parë deri sa mbaroi shkollën e mesme, domethënë klasën e 12, një vjet. Se më pas e kalova për psikologji në shkollë të lartë, nuk doja më që të vazhdonte për muzikë, sepse kështu po shkonin gjërat, muzika po basardoi, antivlerave po i jepeshin vlera, sidomos në për televizione. Tashti çdo kush e bën dallimin, unë nëse e kërkoj dallimin apo kërkoj një vlerësim nga dikush, e marr nga një i madh, nuk e marr nga një adoleshent. Adoleshenti sado i zgjuar qoftë, sado i zgjuar, sikur të jetë gjeni, asnjëri nuk e merr fjalët për bazë.